Vendimi I zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrenjtimin e rrymës për 16.1% nga 1 maj do të sfidohet në gjykatë në fund të kësaj jave. Ardian Bajraktari, avokat I angazhuar nga grupi protestues Asnjë Cent Më Shumë, ka bërë të ditur se të martën e ka pranuar vendimin e plotë të zërejës dhe se deri të premten do ta dorëzojnë padinë. E në vendim ai ka thënë se ka evidentuar një sër shkeljesh. Procesi është shoqëruar me një varg paragjithësisht përfshin mungesën e theksumit të transparencës, përfshin mungesën e konsultimeve në pajtim me afatet dhe detyrimin ligjor që ka zyra rregullatorit të energjisë, pastaj natyrisht edhe arsyetimi vendimit në bindjen time në mos konsiderueshëm është I paqëndrueshëm, nuk merret për bazë aspekti ekonomik, aspekti social, impakti që ka ky vendim parashikueshmëria sipas 970 ligjit për procedurën e përgjithshme administrative që autoritetet rregullatore duhet t'i ndërmarrin me raste të tilla. Krahas padisë, Bajraktari përsëriti se do të kërkojë nga gjykata edhe masë të përkohshme ndaj vendimit. Do të bëjmë edhe propozim për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit si masë për sigurimin e padisë për faktin se po përpiqemi me argumentu që plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara në 99 të ligjit për konflikt administrativ, për faktin se përmes këtij vendimi dëmet janë vështirë të riparavueshme. Sfidimit ligjor të vendimit të zërejës do t'i bashkohet edhe shoqata e pensionistëve. Në këtë shoqatë thanë për kohën se këtë e bëjnë, pasi që shtrenjtimi I rrymës e rëndon situatën financiare të pensionistëve. E se ata janë një prej kategorive që pritet të dëmtohen më së shumti nga vendimi I zërejës, e thotë edhe eksperti I energjisë, Adhurim Haxhi Musa. Si rezultati I diversitetit madh të familjeve që I kemi në Kosovë, ndoshta do të kemi edhe një rritje të numrit të familjeve që bijnë në varfërinë energjetike, që nuk kupton që ato nuk do të jenë në gjendje të paguajnë faturat e energjisë elektrike. Ndaj vendimit të zërejës për shtrenjtim të rrymës, mundësinë për ngritjen e padisë kanë paralajmëruar edhe përfaqësues të bizneseve.